Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se ju gjeta në rrezen ton. Sot do të flasim për atë hormon përgjegjës që na bën ne të ndihemi më të duruar, më të dashuruar, më të lumtur. Bëhet fjalë për oksitocinën. Jo të gjithë e kanë në nivelet larta. Kur ne përqafojmë dikë, niveli i oksitocinës rritet, por kjo do të thotë që të rrim gjithmonë duke përqafuar njerëzit që ky nivel i hormonit të jetë i lartë në trupin tonë dhe ne të ndihemi qoftë edhe më të duruar në trafikun e Tiranës. Si mund të arrisim në mënyrë natyrale këtë hormon që është përgjegjës për të qenit i lumtur, i dashuruar e shumë benefite të tjera. Sigurisht që ka qasje sekrete natyrale, për këto do të flasim në bisedën e sotme me Altin Jokën, nutricionistin ton dhe specialistin e mjekësisë holistike, për të treguar se ç'ndodh nëse ky hormon disbalancohet në trupin e njeriut. Ndërkaq, në pjesën tjetër të bisedave tona do të ndalemi tek sporti i mundjes tek femrat. Ajo është një vajzë që sot do të na tregojë sfidën mes feminitetit dhe sportit të mundjes. Është kampionja e mundjes, vajza më e fortë në Shqipëri, ka një fizik për t'u admiruar, e padyshim do të na përfaqësojë në kampionatin evropian të mundjes që do të mbahet në datën 7 prill. Se cila është ajo dhe çfarë ka për të ndarë me ne, na duroni, na prisni deri në orët e fundit të transmetimit për ditën e sotme. Se çfarë po ndodh në kuzhinë, le të shkojmë së bashku me Albanën të zbulojmë dhe të gatuajmë. Kur ne përqafojmë dikë me shumë dashuri, edhe kafe më pas, rritet niveli i oksitocinës në trupin ton. Pra ne përcjellim dhe një energji shumë të mirë, ndaj dhe të dash një përcjellim edhe të çlirojmë. Po e vërtet. Tani ti çfarë do? O përcjellë çliro. Hajde, një nga këto dyja, të dyja bashkë. E po mirë. Të dyja. Njeriu dhe jep edhe merr. Kur jep pret që të marr, kur merr, duhet të japi. Hajde në zemra ime këtu ta rregulloj një çikun duke të bukur. Pse edhe kështu? Për tjetër kërkon të shikosh bukur, dashuri, kjo është energji. Kujdes për njerëzit tuaj që ju rrethojnë, për njerëzit e dashur, edhe patjetër që edhe përqafimet janë shumë të shëndetshme. Edhe kur i bën ato si të ëmbla kështu. Në çdo ditë i bëj si të ëmbla, do thotë që prico, nuk mund të përqafoj çdo ditë as gocën time nuk e përqafoj, por si të ëmbla dhe nga një fjalë të ëmbël, po ja them patjetër se kështu ti ta shpreh dashurinë. Spontanisht, vjen në mënyrë spontane. Çfarë do na gatuar sot një gjë të mirë, një gjë të ëmbëla, të pikura. Një përqafim tjetër. Një brek me arra. E mban koha sepse është ftohtë. Po patjetër që e mban. Dhe brekun me arra do ta sjell paksa ndryshe. Kam arrat, ujë. Unë ujë kam vendosur pak lëng pule. Isha një kock, të them të drejtën, dhe e lash këtu. Kam yndyrën dhe tek yndyra, shtoj arrat. Një dozë e mirë yndyrën është të shëndetshme në tigan. E dim shumë mirë që arrat lëshojnë ato aromën e tyre, lëshojnë aromën, vajin që kështu. Ja. Do t'i shtoj edhe kripën nga yndyrnat më të mira që mund të marri. Ja, mirë. Dhe e lë paksa. Tu kam lëngun që kërkoj që edhe të ftohet paksa. Ju shumë e mund ta bëni edhe pa e kaluar në proces termik arrat, Po e kanë që ka të lezetin, ku ngrohen pak. Japin atë shijen e duhur, petët janë të pjekura, si themin edhe të pjekura dhe të njohma, diçka e tillë. Sepse janë edhe të pjekura dhe mbas pjesë të buta, pra nuk janë kërce, nuk janë mund të vendosni shumë të thata në bazë të tepsisë të tavës që ju keni. Ja, kemi një tavë normale për një familje mesatare, siç ndodh në furat tona. Edhe kripën këtu. Për t'i prerë ndoshta ose për t'i vendosur kështu siç janë, petët që kanë në formën katrore, sepse dihet që janë dhe ato të tjera trumbullake. U ngrohen arrat. Pas ka pak fare produkte. Kjo është ajo që brezi sotëm modern e quan ASMR. Tani është çlirimi i aromës. Fillon edhe merr lëngu këtë ngjyrën e bardhë. Shiko si qumshi i bajames. Pra le ta konsiderojmë që të përdorim një tas me arra të qërruara,
Pra do të konsumojmë byrekun, por nga ana tjetër kemi përfitimin e madh prej arrave me spetëve. Do dua edhe një garuzhe tjetër dhe 2 stop albana, kaq. Dhe e lë tani Patjetër që arat i kam marrë dhe i kam kaluar në grirëse. E dikur, mbaj mend. Dikur në një pecet kuzhine goditeshin pastaj me gurin. Me shishen e qumshit. Me shishen e qumshit i merrnin dhe i kalonin dhe i shtypnin. Normalisht që edhe vaj qëndronte sepse ishin dikur, ekziston ato moshamat dikur, dhe qëndronte atje. Unë mendoj që ka qenë më e shëndetshme kjo mënyrë. Di pse, sepse nuk kalon në atë tehun prehës të thikave, në të cilën mund të ndodhë një lloj oksidimi. Ndodh në gjithçka që ne presim me thikën, me tehet e pajisjeve të kuzhinës, patjetër që ndodh oksidimi. Por frëngu. Janë gjërat të cilat na bëjnë punën më të thjeshtë, janë të domosdoshme, nuk po jetin poshtë, por që edhe gjyshet tona kanë ditur të dalin nga situata të gatuajnë. Tani vendos dorezat. Vendos dorezat dhe janë vetëm pak fare produkte, ndaj nuk do ju lodhim sot me listën e produkteve që duhet të keni në tryez për ta përgatitur këtë byrek, sepse keni vetëm 200 gram ara të thërmuara, 50 gram vaj, 300 ml ujë, pra një gotë e gjysmë ujë, një pak opeta të pjekura, të holla, dhe krip sipas shijes, padyshim për të rregulluar shijen e byrekut. Merremi tani me petët, kemi përgatitur pjesën e mbushjes, arrat të vendosura në pak fare vaj ulliri, ato kanë vetë yndyrnat e tyre të shëndetshme. Më pas ju kemi hedhur pak lëng ose ujë, lëng pule, lëng mishi, ujë thjesht, të dyja variantet janë të pranueshme. Do të shtrojmë petët njëra pas tjetrës, duke i spërkatur me vaj, dhe më pas ansoret, mos harroni asnjëherë ansoret në tavë. Me sa shtresa mbushje mendon ta bëjmë? Qëndron e tillë. Me një apo me dy? Sa kemi? E mira është që vazhdimisht në përpeta të hidhet. Ato shtrojmë kështu mbushje, po dhe ajo është shumë e mirë si variant. E një krajçme. Edhe njomjen të tillë shtetëve. Mos u shqetësoni. Kapi nga 2 petë. Njomja. Shiko si e lë paksa, ja ta largojmë edhe këtë që ta kemi tamam. Pra, përderisa është dhe ky procesi që t'i njohim petët tek tasi, më mirë është që të kemi lëng mishi, del më i shishëm. Është e nxehtë, po vetëm kështu ne kemi mundësinë që ta që kam petën. Hop. Dhe janë shumë receta tradicionale ku arrat përfshihen në to, në recetat tona. Nuk ka problem. Po s'ka problem, se do të njomen, do të zbuten. Siç është pra, siç po thoja, qulli me ara, na ke gatuar një herë një byrek me mish pule me ara, byreku i përmetit ishte ai, po, i tillë ka qenë dhe ka qenë një mrekullueshëm. Mishi liçit, po, mishi kokës, arat i përdorim edhe në për salca të ndryshme. Ja, shiko, tu sërish marr lëng dhe kjo ishte edhe një ndër arsyet. Kjo është një mbushje që është e mesit, edhe kërkon një përqafim, patjetër që kërkon një përqafim. Patjetër, kjo është mënyra më e duhur. Duhet që ngrohtësia e dorës gjithmonë të prek produktin. Ja kam edhe një pjesë të brendshme të arës.
Niki pak vaj më shto të lutem. Po. Normalisht që... Tek lëngu sigurisht është shtuar dhe sasia e kripës për ta rregulluar patjetër që shijen e petëve. Madje, kam edhe pak gjalp. Por është opsionale, dhe prandaj nuk është vendosur. Dhe do thoni ju që kanë yndyrën e mire, kanë arrat, patjetër që kanë arrat. E tillë. Do kaloj edhe... Po i përzgjej pak arat me lëngun. Vazhdo, kire dhe atë pjesë. Shtoje. Kjo është tresa e fundit, a e të gjithën, apo kemi dhe një? Të gjithën, gjithë shka. Bravo. Një sekund, ja, si që kemi tu, një sekund. Ja. Shumë mirë. Pastaj me dorezat e shtron për të mbuluar të gjithë petën. Ndërkohë furrën e kemi të ngrohur në 220 gradë, më pas do ta shkojmë, do ta çojmë temperaturën te 200 për ta pjekur byrekun ton. Do t'i lëmë kohën e dur 30-40 minuta për të pjekur siç duhet, për të kulluar dhe më pas për ta shijuar për drekën e sotme. Super, dhe një petë të fundit. Do pak yndyrë të kjo pjesa, jo? Tani, këtu. Tani bëjmë rregullimin, montimin e tepsisë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, të keni gati 500 grama ara në shtëpi, t'i thërmoni ato dhe t'i përdorni në këtë recetë të byrekut për ta shijuar një byrek ndryshe. Për adhuruesit e byrekut, kur nuk dim me çfarë t'i kombinojmë, sigurisht idealja është në sezonin e tanishëm me jeshillëqe që ne kemi sjellë dhe do të vazhdojmë t'i sjellim edhe në ditët në vazhdim për festën. Është ftohtë prandaj. Po. Dhe kjo klim kërkon kalori. Të lutem edhe pak garuzhe, Niki. Po. Më pas sasinë e lëngut që na ka mbetur, ja shtrojmë petëve. Janë të buta. Do të përthithen lëngjet tek petët deri tek mbushja dhe tek peta e fundit përmes ansoreve. E ja tek e përfundojmë këtë byrek në kaq pak minuta. Patjetër që do të njohmen mirë ansoret, se thahen edhe veçohen nga pjesa tjetër. Pra, puna, paka shumë, është si që veprojmë me petanikun me fasule. Me petët e gatshme dhe me mbushjen që janë por fasule. Thjesht, petaniku me fasule e do petën të pjekur dhe të thatë. Të thatë, po, nga ato që janë kërcet. Këtu është ndryshimi. Ndërsa, radha, procesi punës është si ky që ndoqët tani dhe që ishte shumë i thjeshtë. Në fund fare, të gjithë dhe, një sekund, se ka akoma nuk ka mbaruar, që të kemi diçka të duhur. Bëjmë një ndarje tani të ketë ajrim brenda, lëngjet gjithashtu të përthithen dhe pjekja të shkojë deri në fund të petëve, të tepsisë. Pra është një super. Dhe vajin dhe asgjë tjetër direkt në furrë. Pjekja, si që thamë, në 200, po kjo është në varësi të furrave që ju keni në shtëpi dhe këtë e kemi theksuar disa herë. Po patjetër që nuk mund të themi të saktë temperaturën, unë e kam vendosur në 220. Tani, që shkoj direkt, bëj uljen e temperaturës dhe lëm të piqet. Në 200. Do të përgatitemi, bëhemi gati për recetën tjetër pasardhëse, me njerë pasi të kthehemi nga sugjerimi ditës së sotme për suplementin prostator, qumshtorin tradicional. Rikthehemi pas pak. Ne do të bëjmë një lojë tani. Këtu kam kapsula Diva nga Mokador. Mos shiko.
është një pako e tërë me llojet e kapsulave, me emrat e ikonave që janë përfaqësuar për këtë pako, me të gjitha llojet, një pjesë të llojeve në fakt të mokadorit ton. Mbylli syt dhe do të zgjedhësh të shohim e zgjedh atë që ti do gjithmonë. Ja të hapim sirtarin e kapsulave. Ekspresin e kemi vendosur ujin të depozita. E kemi gati për të bërë kafen tonë. I kemi mbyllur syt. 1, 2, 3, hajde. Ti përziej pak. Amiga, kësa. Zgjidhe tani. A thu tani se isha unë ajo që e zgjodha. Ja, pra, aty ku ke dashur gjithmonë aty shkove. Një kapsul me 7 gram kafe brënda, për t'ja sjell Albanës tani, aromën fantastike që Mokador na sjell çdo ditë me ekspresin Diva. Me një buton shijojmë një kafe fantastike. Nga Mokador, shija e vërtet e kafes italiane, që prej 2014-ës vjen edhe në Shqipëri. Ekspresi që jemi duke përgatitur kafen është në dispozicion edhe për zyrat që konsumojnë kafe, me kushtin e blerjes patjetër që të një pakoje me kapsula, të cilat janë tërësisht ekologjike, është një sistem i mbyllur për të sjell tek ju jo vetëm një kafe të mahnitshme me një aromë fantastike që ndihet kudo në studion tonë, por mbi të gjitha kremoziteti i dur. Kur flas për kremozitetin, është kjo që kam këtu. Shijoni. Për ty, Albana, bëft mirë. Patjetër, faleminderit. Edhe unë tani do t'i mësoj motës time. Mokador, të jep energji, shumë orë. Për shumë orë, se na duhet energjia për ta mbajtur të tillë deri në fund të ditës, sepse për këdo dita nis me një kafe të jashtëzakonshme, me një kafe të mirë. Nëse ti nuk e ke kafen e mirë, dita sikur s'tet. Për mua dita nis me një brizgjit sot, ja. Ja, bravo. Ja ju paça, ja të paça. Të bëft mirë, diell, energji të mirë, pozitivitet, një kafe e mirë do ta shihni se si do të jeni përgjatë ditës tuaj. Kam thënë i bën shumë të mira gjërat, po herë tjetër ti ke ku i ke edhe kafen, edhe sheqerin e ke atje. Ja, mundohem Nuse të mirë je, po nga sheqeri. Po s'mundesh dot. Atëherë, lëre, takëmet e kafes. Ha? Sheqeri, luga, filxhani, kafja, ekspresi, të gjitha këto përbëjnë ato fjalën popullore që themi në gjuhën tonë. Po, kurse ne për shembull këtej themi ato arzuallet, që gjitha këtu të lumdora, Po ju e keni pirë kafe sot. Këto janë 3 ekspreset që Mokador vë në dispozicionin tuaj për t'i patur në shtëpi, për të bërë kafen e mrekullueshme dhe për të shijuar kapsulat Diva. Ngjyrat tregojnë edhe llojin e ndryshme të kafes, kafe 100% arabike, kafe me shije intensive, dekafeinato për ata që duan aromën e kafes, po jo kafeinën, e shumë lloje të tjera, çoko, kapsulat çoko që janë shumë të ëmbla, shumë të mira, një përzierje shumë e mirë e kakaos me qumshin dhe na bëjnë ditën akoma më të ëmbël. Ja, shef, nesër, s'ka nevojë të mbyll syt këtë, patjetër. Mirë, atëherë. Tek qumështori. Le ti tregojmë produkte, se ne e prezantuam recetën që do të përgatisim qumështorin tradicional, se çfarë ju duhet për përgatitjen e tij, le ta shohim së bashku në recetën tonë të shkruar në një tabel që ju ndihmon dhe ju për të marrë gramaturat përkatëse të secilit produkt. Qumështor pa pet. Dihet që populli ynë, ambisat tona e gatuajnë në 2 mënyra qumështorin, me pet, pa pet. Sot kemi zgjedhur ta gatuajmë pa pet. 1 litër qumësht, 5 vezë, 5 lugë gjelle sheqer, 50 gram gjalp, 1 majlugë krip dhe 3 lugë gjelle miell. Ne kemi zgjedhur këtë farinapin e atlasit, që nuk është me aromë, sepse vjen në disa aroma mielli, farinap, me vanilje me portokallën. Kemi zgjedhur këtë farinap të thjeshtë që është një përzierje e gatshme për përgatitjen e ëmbëlsirave, të kekut, kanë atë plurin pjekës. Pra, rah mirë vezët. Farinën e kam lënë për hapin e tretë që të ndjek. Do të shtoj sheqerin. Dhe sheqeri do shtoj dhe pakës krip. Ja, jo që direkt. E lë pak saktë. Marë, të nxjerrën. Është e nxehtë dhe qumshtin. E lë që të ngrohet paksa.
Me i të psi këshu, të vockël. Të vogël, po sepse aq është në varësi të masave që Pra ju që për ju keni. masat i keni në tabelën e shkruar, t'i gjeni dhe në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli, ku ju sugjerojmë, ju kërkojmë të na bëni subscribe, të na klikoni, të na komentoni, sugjeroni, kritikoni, ju mirëpresim. Ja, tek qushti, Trazoj mirë. ose merrni dhe i shtoni të gjitha në një enë, i përzini dhe vendosni në tavë, ose në të kundërt, i kaloni në proces termik, pra prandaj dhe e theksoj që ka mënyra të ndryshme. Ka dhe mënyra dhe me petë. Kjo është pa petë. Kjo është pa petë. E lë pak sa, që të ngrohet, dhe i shërben që të jetë më pak në proces termik. Kam masën. A shumë mirë bëre, se Shqit, ja një sekund se Hyrim ke këtë, edhe ja, bëjmë gati. mbaj edhe këtë, derisa unë ta përzijej. po shtë edhe pak fare vaj ulliri, që të mos në ngjisë përzierja. Dhe deri sa aty të filloj të rëndohet pak teli, Pak fare, shumë pak fare. pjekja më pas mpiksja dhe forcimi i masës do të vijoj në furrë. Normalisht ka mënyra të ndryshme, ëh? Mund t'i shtoni vanilje, mund t'i shtoni lëkurë portokalli, sepse ne nuk qëndrojmë vetëm. Tradita është baza. Tani ajo me petë është që të shtrohet një petë këtu dhe të vendoset mbushja brenda ashtu? Sipër. Okay. Sipër, shtrohet peta sipër. Për arsye që unë kam byrekun, nuk mund ta vendos tani direkt. Po. Sepse kjo kërkon një temperaturë më të ulët që kërkonte 180. Nëse furat janë më të fuqishme, e kërkonte 150-160. Po, e vërtet. E jona është 180 jona. Prandaj, pak sa e përzijej, jo ta marrë të lë të heq teli dhe ta lë, por e përzijej vazhdimisht, pak a shumë si puna një sështes dhe kemi thënë që një sështeja cimentoset, kurse mielli ka një veti që kokrizohet, pra krijon ato celulat të veta. Këtu fillon tani në fundore, mielli fillon që të zë atë shtresën e bardhë nëse ne nuk e trazojmë. Ja. Super. E Direkt vendosim dhe e marrë dhe ky ishte qumështori tradicional, një përmbledhje e produkteve të shpejt dhe direkt pastaj presim që ju ta thash pjekim. nëse është fillon, kjo shtresa e bardhë nëse ne nuk fillojmë. Prandaj dhe qumështori nuk kalon në proces termik, ose kalon pak sa të bëjmë përzierjen dhe e heqim. Ky është një qumështor me shumë dashuri. Dhe papet. Dhe papet. 1 litër qumësht, 5 vezë, 5 lugë gjelle sheqer, 50 gram gjalp, 1 maj lugë e krip dhe 3 lugë gjelle miell. Kaq ishte qumështori, byrekun me ara kemi duke pjekur, qumështorin po ashtu do ta pjekim, do t'i gjeni recetat pa dyshim gjithmonë në kanalin tonë në YouTube. Duke pjekur njëra, dhe në duke rrjetet pjekur tona tjetër, sociale. edhe unë duke ndjekur Duke pirë kafe, pokadorin. ndërkohë do të shkëputemi për publicitet dhe pas publicitetit, si kundër jeni duke ndjekur dhe kolegët e lajmeve janë duke pasyruar takimin e kryeministrit Rama me kandidatët e qarkut e Elbasanit, se çfarë po ndodh dhe çfarë është duke u thënë atyre, do ta ndiqni pas reklamave. Ne ndërkohë do të takohemi në orën 10:10 me Altin Jokën. Mirë se erdhët në Reze Dielli, ku takohemi sërish bashkë. Tema për ditën e sotme me Altin Jokën, nutricionist dhe specialist i mjekësisë holistike, do të ndalet tek hormoni i oksitocinës. Jo gjithmonë flitet për këtë hormon, por që është hormoni i përgjegjës, për dashurinë, për lidhjet emocionale, për miqësinë e sigurisht edhe ka dhe një fushë tjetër më të gjerë. Si mund të arrisim oksitocinën? Çfarë ndodh nëse kemi nivele të ulta të oksitocinës në trupin tonë? Le të bisedojmë me Altin Jokën. Mirëmëngjes Altin, të përshëndes, jemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Suedia. Faleminderit, mirëmëngjes dhe juve dhe uroj gjithëve të kenë shëndet në këtë ditë, në fillim dite. Faleminderit. Dihet që në mjekësinë holistike që ju përfaqësoni, ekuilibrat hormonal janë prioritet apo jo? Kemi dëgjuar që oksitocina është titulluar ose quajtur si hormoni i dashurisë edhe i miqësisë. Pse? Shikon, në trurin tonë,
ndodhin miliarda reaksione kimike në çdo moment. Në këtë vazhd, neurotransmetuesët çojnë gjithë infon të neuronet, pra të nervat, se neuronet janë nervat. Dhe midis të tjerave, në sistemin tonë qendror, pra faktikisht në boshtin hipotalamik të hipofizës, që është qendra, prodhohet një pjesë e madhe e hormoneve, pra lirohet një pjesë e hormoneve. Dhe midis të tjerave, një nga hormonet kryesore është oksitocina. Faktikisht ai është një neuropeptid, por ne po e themi hormon. Ai ndikon të gjithë elementet e trurit, pra madje edhe të kujtimet, edhe të frikrat të cilat janë ngujuar brenda nesh. Është ky hormon që ndikon. Pra, pasi hipotalamusi dërgon gjithë të sinjalet për prodhimin e oksitocinës, lëshohen në qarkullimin e gjakut, në fillimin në pjesën e palsës shtyllës kurrizore, pastaj në qarkullimin e gjakut deri në organe dhe pastaj ka të bëjë me lidhjen midis të tjerave. Nëse ju keni dëgjuar që për shembull një fëmijë nuk flet me nënën e tij, me prindrit e tij, është shumë i ftohtë me ata. Nëse është shumë i ftohtë në lidhjet miqësore apo dhe në dashuri dhe në marrëdhënie me njerëzit, duhet ta kuptoni që midis të tjerave determinante është mungesa e oksitocinës. Nëse një person do që të ndihet të jetë pak më i lumtur, të jetë më i lidhur me të tjerët, patjetër, apo të ketë një ndjenjë më të mirë, sepse është një qetësues natyral edhe i stresit oksitocina. Është edhe një element për mirëqenien tuaj emocionale, është nga relaksuesit më të mirë dhe është determinante për lidhjet e forta sociale që ne mund të kemi ose jo. Kështu që prandaj dhe oksitocina është quajtur si hormoni i dashurisë dhe miqësisë, jo në kuptimin e dashurisë seksuale, e dashurisë për gjërat, për kafshët, për njeriu, për natyrën, për jetën, për veten e tij patjetër, sepse janë këto aspektet e lidhjes sociale që e krijojnë këtë. Dhe patjetër që kjo efektshmëri e tij është e kundërta e prodhimit të hormonit të kortizolit që çlirohet, që sjell probleme më të rënda. Atëherë kjo e balancon këtë dhe patjetër ne kemi parë që gjithë angazhimi pastaj i jetës sonë, angazhimi social, patjetër që është i ndërlidhur me shpërthimin e oksitocinës. Ose nëse nuk ka, në sasi të ulta ose të larta, pra aftësia jonë patjetër është një nga pjesët kryesore të reagimit në mënyrë të shëndetshme të prodhimit të këtij hormoni, mund të themi. Jo, më kohë të sollëm këtë temë në ditët e sotme, ku lidhjet emocionale mes njerëzve, teknologjia, virtualiteti i ka shkëputur këto marrëdhënie sociale me njëri tjetrin. Ndaj edhe besoj duhet deri në fund të kësaj bisede duhet të nxjerrim patjetër disa mënyra qasje natyrale, qoftë edhe në fushën e nutricionit, se si mund të rrisim nivelet e oksitocinës në trupin tonë. Po do të shkojmë te ajo pikë, sepse është pika kryesore. Pastaj, përveç se përmirësimit të gjendjes tonë emocionale, stresit oksidativ, a ndikon oksitocina edhe në kushtet dhe në gjendjen tonë fizike, pra jo vetëm emocionale, po edhe fizike, dhe çfarë pasojash ka mungesa e saj në këtë këndvështrim? Atëre oksitocina, ky lloj hormoni, bën lehtësimin ndaj gjithë stresorëve në zhvillimin gjatë një dite. Ai merr pjesë në rritjen e njeriut dhe në shërimin e trupit tonë. Madje është determinant në riprodhimin tonë për të ardhmen. Gjithashtu ka efekte antiinflamatore dhe rrit nivelin edhe përthithjen më të madhe të antioksidantëve. Pra, nëse ne keni vënë re, kur ju jeni të smur ose jeni pak të stresuar, jeni pa gjumë, zakonisht më pas vjen një grip, një gjendje gripale, ose kur kjo zgjat për shumë kohë kjo gjendje, na vjen një sëmundje kronike ose një sëmundje autoimune. Pikërisht sepse mungesa e oksitocinës është e lartë në trup. Është oksitocina e cila e mbron trupin ton kundër traumave, kundër zhvillimeve të ditës. Pra kur shikojmë një element negativ apo një traumë të rëndë që pësojmë, është kjo që e përballon një amortizator. Është kjo që rrit besimin tek njerëzit. Madje është e lidhur dhe me autizmin në shumë raste. Po është e lidhur dhe me aspektin seksual. Apo përveç aktit që ne thamë dhe dhimbjeve, forcon sistemin tonë imunitar, është ndihmues shumë i mirë për problemet e ushqyerjes me gjithë tek nënat. Është shumë e mirë në momentin, ose është shumë determinante në momentin kur nëna lind, në ndikimin e saj mitër për të lindur fëmijën, është shumë efektive në problemet e riprodhimit, apo dhe tek meshkujt në këtë rast, pra po flasim në këtë rast, pra për të lehtësuar kontraktimet e femrave gjatë lindjes. Dhe midis të tjerave, mbështet ushqyerjen me gjithë fëmijës,
Në qoftë se ju keni vënë re që një nën ka mungesë të qumshit të saj, atëherë një nga arsyet kryesore është mungesa oksitocinës. Dhe këtë e kemi në një studim të 2018-s që ushqyerja me gjy tek fëmijët është e bazuar pikërisht te oksitocina, midis të tjerave, pra në aspektin unë flas dhe fizik, po i përzej gjithë bashkë në këtë rast. Efektet të tjera ne kemi kundër plakjes. Në qoftë se një njeri fillon dhe thinjet më tepër, plaket më tepër dhe më shpejt gjatë kohës kanë nivele të ulta të oksitocinës. Në qoftë se kemi një rritje të obezitetit, patjetër që është oksitocina, nuk mundet do të kemi obezitet qoftë se oksitocina nuk ndërhyn. Pra nuk ekziston, po oksitocina prishet si prodhim patjetër, është edhe kundër disa problemave edhe të ndërtimit të muskujve, të mbilodhjes, problemeve të kockave, në qoftë se ne duhet ndalojmë disa nga problemet tona dhe të kockave, oksitocina është një hormon. Sot nuk flitet fare për të, se dita flitet pak ose kemi dëgjuar pak, po për këto që unë po them nuk është folur fare. Madje njerëzit mund të duken e çuditshëm në këtë drejtim, por kjo është fakt. Pra oksitocina është shumë ndikon të dhimbjet e muskujve, të inflamacionet tona, të kyçet, të problemet e gjirit, problemet e stresit, problemet e obezitetit, problemet e tretjes, problemet e nivelit të presionit të lartë të gjakut, sepse balancon nivelet e kortizolit. Duke balancuar dhe ulur kortizolin, aty patjetër do uli nivelin e stresit, hormonit të stresit që është kryesor, dhe patjetër do uli dhe prodhimin ose problemet me frymarrjen, me problemet me rrafjet e larta të zemrës, me aritmin, me problemet që do ndikojnë deri në anemi, në metabolizmin e gjithë sistemit ton. Pra, oksitocina është nga elementët kryesor që neve e kemi shumë të neglizhuar dhe pothuajse nuk e kemi përmendur. Nuk na shkërkuar ndonjëherë ta masim nivelin e oksitocinës ose të flitet për to, se të kuptojmë që kemi nivele të ulta. Atëherë si duhet ta kuptojmë që ka ndonjë test specifik për të apo thjesht sjelljet e jashtme? Ne të ulta, a i keni vënë re njerëzit që janë të mërzitur. Shumica popullatës son, po të vish në Shqipëri, çfarë thonë të parët? Thonë që janë shumë të mërzitur, rinë shumë të stresuar, rinë si të unë në televizor shikoj njerëzit, unë shikoj politikanët, shikoj deputetët, shikoj ministrat, shikoj kryeministrin, shikoj çdo element në politikën tonë edhe tek njerëzit. Tani ata e kanë nga halli tani se është periudhë kështu zgjedhore. Halli është halla jonë, njeriu kuptohet kur është i qeshur, kur është i kënaqur, kur është i lumtur. Pra mungesa e serotoninës, mungesa pra që nga triptofani se serotonina. Po politika nuk të bën të lumtur, nuk të rrit nivelin e oksitocinës politika, kjo është më se e qartë. Po jo, kjo nuk ka rrit, po dhe njerëzit të kortizolit deri diku. Pra njerëzit janë, shikoj, njerëzit janë të gjithë të shqetësuar, njerëzit janë gjithë rinë me hundë buzë themi ne nga anët tona. Dhe kjo tregon shumë një qartë që ne kemi mungesë oksitocinën. Në një studim që bëni Universiteti i Jalës, Departamenti i Psikologjisë pa që brenda 6 muajve të njerëzve që kishin një marrëdhënie dhe një lidhje, qarkullimi i oksitocinës ishte shumë i lartë kur ato ishin më të dashuruar. Aty duket njeriu kur është më i dashuruar, kur nuk ndron partner shumë, kur është më i kënaqur nga jeta, ku buzëqesh, etj. Pra këto janë gjendje që janë të lidhura që nga depresioni, skizofrenia, antisocial, autizmi që më thash, edhe gjithë elementet e tjerë. Pra këto janë elementët bazë që ne mund t'i shikojmë. Tani ka raste që ne kemi edhe prodhim më tepër të oksitocinës që ndodh shumë rrallë, por në përgjithësi çfarë ndodh në trupin e njeriu kur kemi nivel të lartë të oksitocinës? Ku kemi nivele të larta. Atëherë, në qoftë se kemi nivele të larta të oksitocinës, është zgjerimi i prostatës tek meshkujt e para, shkarkimi më i lartë i urinës dhe disa probleme të cilët mund të lindin deri në probleme tumorale. Tek femrat kemi disa probleme përsëri deri tek kanceri i gjirit mund të arrim, apo dhe probleme të tjera. Pra, edhe steprica, edhe mangësia. Prandaj citova në fillim që ekuilibri emocional është shumë i rëndësishëm. Në përgjithësi nuk ekziston që të ketë sasira të larta. Deri tani më shumë është sasia urtë. Domthon ka një rënje në këtë 15 vjeçarin e fundit, rreth 30% sipas disa ulumtimeve që janë bërë. Ka 30% rënje të prodhimit të oksitocinës nga njerëzit. Bota virtuale, teknologjia, patjetër që janë ndikuese të jashtëzakonshme, izolimi social, patjetër që janë ndikuese në nivelet e oksitocinës, në prodhimin e saj, apo jo? Po. Pse janë të shëndetshme përqafimet? Në LED wall qarkullojnë foto të njerëzve duke u përqafuar. Pse është i shëndetshëm një përqafim? Atëre, shikoj, jo vetëm përqafimet. Sepse edhe shtrëngimi i duarve, edhe kontakti fizik me njerëzit që sot është shkëputur shumë, marrëdhënia, komunikimi, bisedat, leximi, dhuratat, njeriu që dhuron shumë nga jeta e tij, dhuron me njerëzit me veprimet e tij, me anën financiare të tij, duke dhuruar fëmijëve, të varfërve, prindërve, duke përqafuar, duke biseduar, duke ndetur më shumë në aspektin fizik, duke dalë jashtë,
duke bërë aktivitet, edhe duke u përqafuar, patjetër që rritet niveli oksitocinës. To janë disa nivele të cilat janë normale. Prandaj dhe ne kemi kjo prodhohet në mënyrë normale tek njerëzit që e bëjnë këtë, pra marrin në kontakti duke qeshur, sepse edhe duke qeshur me njerëzit, sepse mund të rish gjithkohës duke thënë një element të këndshëm që tjerët mund të qeshin, apo edhe duke parë edhe fotot, apo edhe duke lexuar që ne thamë, lëshimi i oksitocinës është nga më të mirat. Sidomos prekja sociale, komunikimi social, komunikimi me anë të syve, përqafimi, veprat e mirësisë që ne thamë, besimit e të tjerët, bashkëpunimi social, komunikimi me njerëzit, nisja nga jo negativiteti në mendjen tënde që në momentin e parë, meditimi, falja, lutja, janë elementet kryesor për të prodhuar oksitocinën ose më saktë për ta mbajtur në nivelet që duhet, pra që e nxisin lirimin e oksitocinës dhe do na japin një farë lumturie dhe kënaqësie duke parë botën më ndryshe. Pra jemi, le themi, më të qetë, më të duruar, nuk shprehim nervozizëm, i marrim gjërat më qetë, më me përkushtim dhe duke dhuruar të tjerëve dashuri dhe qetësi, sigurisht kjo botë do të ishte më e mirë. Po stili jetesës, ushqimet, sa ndikojnë dhe si tek ekuilibri i oksitocinës? Dy element ndikojnë në këtë rast. Ndihmon përveç këto që ne tham, është dhe elementi teknologjik që është shumë i rëndësishëm dhe e dyta dhe aspekti, po themi, rregullimi i ushqimit. Faktikisht ky hormon nuk gjendet në ushqime, sepse njerëzit mos ta konceptojnë që gabim që po morën këto është hormoni brenda. Jo, hormon nuk ka në ushqime në këtë rast, pra për këto oksitocinën. Mund të ketë hormone të tjera nëpërmjet disa ushqimeve të cilat janë injektuar në mënyrë të jashtme, por jo në këtë rast. Po ngrënia e ushqimeve që janë afrodiziake, siç është për shembull mjalti, kafeja, çokolata, gjenseni, fenugreku, tartufi, kërpurdhat, boronicat, frutat e detit, midhjet, karkalesat, shalqiu, farat e ndryshme që ne mund të konsumojmë, apo pra gjithë këto element, më të themi, janë ushqim afrodiziak, të cilat ndihmojnë që të shlirohet ky hormon. Pra ky është një element, por nuk është vetëm ky. Në aspektin ushqimor kemi dhe elemente të tjerë që ne mund të ndikojmë. Është elementi i rritjes nivelit të magnezit, sepse është një determinant për shëndetin e sistemit tonë nervor dhe për prodhimin e tyre. Po janë bajamet, janë aroret, janë fasulet, janë bananet që janë brenda vitaminës, pra brenda magnezit. Është vitamina D e marrë në mënyrë natyrale nga dielli, dalja 2, 3, 4 orë në ditë në natyrë, patjetër që ekspozimi i tij është nga më të mirët. Konsumimi i vajit të peshkut apo vezëve, konsumimi apo marrja e ushqimeve që kanë nivele të mira të zinkut, duke përfshirë shumë elementë që ka kërpurdhat apo farat apo aroret që ne kemi. Ushqimet të janë të pasura me triptofan, sepse triptofani duke ndikuar te prodhimi i serotoninës në zorën tonë, është shumë e lidhur me problemin e oksitocinës. Dhe burimin e triptofanit ne e gjejmë te vezët, edhe te bananet, edhe te kërpurdhat, edhe tek mishi, edhe tek lëkura e tyre zakonisht, por midis të tjerave, përveç këtyre që tham aspektin e ushtrimeve fizike, kujdesin ndaj vetes, elementeve tjera, është e mira disa çajra, siç është çaji kamomilit. Çaji kamomilit është shumë relaksues, po çaji kamomilit, çaji rozmarinës dhe çaji sherebelës, të cilat e ndihmojnë që oksitocina të ri më gjatë në trupin tonë. Konsumimi i kakaos dhe i çokoladës dhe niveli i konsumimit të ushqimeve me nivel të lartë të probiotikëve dhe po ashtu edhe të fibrave dhe nuk diskutohet patjetër që elementi kryesor është dhe gjumi. Patjetër, gjumi është një nga gustët kryesor në këtë drejtim. Qartë. Kjo mungesë vjetre më shumë te meshkujt apo te femrat, apo nuk ka lidhje? Kjo është një hormon që ndikon si neurotransmetues te këto dy agjimit. Më parë është menduar që tek femrat ka një ndikim më të madh. Stresohen më shumë. Ka një ndikim, por mendoj që kishte shumë ndikim më të madh që në probleme sepse kanë një botë më të madhe emocionale, prandaj dhe kanë më shumë emocionale, kanë më shumë nivele më shumë të ankthit, kanë më shumë ndjeshmërinë e tyre të brendshme, sepse janë përgatitur për të qenë nëna, pra si gra. Për lidhjen emocionale me fëmijën. Patjetër, lidhje emocionale, problemin e lindjes së qumshit apo të lindjes së tyre, të shtazanisë, kjo zhvillohet më shumë. Por në momentet caktuara pas kësaj moshe, pra pas lindjes fëmijës dhe një gruaje në mesomosh, atëre shikohet që ka një barazit të problemit të këtij hormoni, qoftë tek meshkujt, qoftë te femrat. Por rënja e tyre, sidomos në aspektin
e reduktuar, që ne sot kemi një besim të reduktuar social, ne nuk kemi besim tek njëri tjetri, ne kemi probleme shumë të rënda tek njerëzit, kemi disa çrregullime, pra po flasim në komunikim, kanë sjellë që një nga arsyet që po studiohet sot, që spektri i autizmit tek fëmijët që lindin nga këto nëna, një nga probabilitetet është edhe oksitocina në nivel të ulët. Duke rritur nivelin e ankthit tyre nënave, duke ulur vështirësitë e tyre emocionale, frikën për të lindur, problematika duke u shoqëruar pastaj me probleme të ushqimit, edhe me shumë elemente të tjerë, sepse niveli i autizmit nuk është vetëm këtu, ndikojnë shumë elemente të tjerë, patjetër që do ndikojnë. Dhe pastaj do ndikojnë edhe te ulja e qumshit të tyre në prodhimin e tyre, por edhe pse jo edhe në problemet e marrëdhënieve intime që mund të kenë. E kuptova. Shumë determinant është teknologjia, që ne nuk mund ta përmendim, sepse me përdorimin e lartë të teknologjisë që ne kemi sot, kemi një ulje të kontaktit fizik ndërmjet njëri tjetrit. Dhe patjetër, kjo do bëjë që të kemi një ulje të oksitocinës në trup, që quhet ky hormoni i dashurisë apo hormoni i përqafimit, mund ta themi, dhe i miqësisë, dhe marrëdhëniet sociale sot janë përthyer. Sot mungojnë prekje, ndërveprime sociale, teknologjia ka ndikuar jashtëzakonisht shumë. Është ulur niveli, pra është stimuluar shumë niveli teknologjik në krahasim me aspektin emocional të çastit, pra të stresit, të depresionit që mund vuash në atë moment, apo të marrëdhënies që mund të kemi, pra marrëdhënies sociale të cilët ne sot i kemi shumë të kufizuara nëpërmjet kontaktit në njëri tjetrit në krahasim të tyre. Atëre, për ta ruetur dhe shpar, në një studim që ka rënë bie në 30% në momentin që ne merremi me teknologjinë, pra më shumë me teknologjinë sesa me marrëdhënien shoqërore, bie në mënyrë 30% niveli oksitocinës, sidomos se fëmijët e të rinjt dhe fëmijët mendohet që kjo shkon deri në 45%, sepse ata arrin në një kohë shumë gjatë në momentin sidomos kur ne ushqemi, dhe ka dhe një problem shumë të madh. Është parë që 12% të lëndëve ushqyese në momentin që ne konsumojmë apo jemi para teknologjisë, pra po sikosh fëmijët që konsumojnë, 12% të tyre lëndëve nuk përthithen nga trupi. Ka dalë një studim i pjesëm dhe po mendohet që të hapen një pjesë të tyre studimin e të ardhmen, që mendohet do jetë akoma dhe me thelluar kjo gjë. Pra ku ne shikojmë telefon, ekranin dhe konsumojmë. Të mendosh që fëmijët e sot ushqehen me ekran, Altin. Me ekran, imagjino që ne vetëm minimalisht 12% të vlerave të atij ushqimit ata nuk e marrin vetëm se shikojnë ekran. Pa futur pastaj problemin e oksitocinës, problemin e serotoninës dhe elementë tjerë, pa diskutuar ndërveprimin shoqëror, marrëdhëniet që do kryejnë në të ardhmen, me prindrit, lidhje që do kemi me ta. Pra, këto imagjino. Se ndoshta zhvendoset përqendrimi tek ekrani dhe shija nuk e kupton, madje shumë fëmijë nuk e kuptojnë se çfarë po konsumojnë njerë, aq shumë të përqendruar janë në ekran. Jo më të përthithin lëndët ushqyese që u thatë që pothuajse një pjesë e tyre e konsiderueshme nuk përthithen. Agjërimi, meqense është një muaj agjërues për shumë besimtar, ndikon në nivelin e oksitocinës? Te të gjitha hormonet, po. Ndikon jashtëzakonisht shumë në aspektin pozitiv, jo negativ. Po, pozitiv. Po, pozitiv. Sepse në momentin që ne qetësohemi, pra kur organet qetësohen, kemi një nivel të ulët pra të stresit, konsumimit të ushqimit, të ngarkesave, sepse atë personi që është agjërueshëm edhe falet. Lexon edhe Kur'an. Pra edhe lexon, edhe falet, bën dhe vepra të mira, jep dhe sadaka, i shpërblen dhe të varfrit, ndihmon dhe të tjerët. Atëherë mbushet shpirtërisht. Dashuri, ti do jetë më fjalë butë, më fjalë amël, do bisedoj me vllajën e vet apo me miqtë e vet, me nënën e vet. Kjo tregon që niveli është pikërisht ky muaj, i cili e shtyn personin që të prodhojë nivelin e oksitocinës. Njerëzit nuk e dinë këtë, por këto e ndjejnë gradualisht dhe patjetër prandaj dhe kanë një stres dhe shumë njerëz, unë nga komunikimet që kam pasur, sepse duke qenë dhe vetë që jam agjërues për një kohë shumë gjatë, edhe në bashkëbisedime shikoj që kanë nivel stresit më të ulët. Kanë më pak probleme në shqetësimet e tyre edhe të shëndetësore, po edhe të gjumit. Ndihen dhe më mirë, ndihen aq mirë, duhen të gëzuar, janë ditë e para ndoshta janë të vështira. Shikoj çfarë ndodh. Në momentin në 2007 në revistën ndërkombëtare të psikiatrisë u pa që marrëdhëniet e dobta shoqërore që shtyheshin, pra krijonin problemin e oksitocinës në momentin kur ne ushqeheshim më shumë. Pra, në momentin që ne ham më tepër, që furnizohemi me sasi të larta, ham 5 herë, 6 herë, 7 herë në ditë, atëre niveli i prodhimit të hormonit të kortizolit dhe ulja e oksitocinës si hormon është më e madhe. Prandaj agjërimi patjetër që ndikon
Jo te kjo, po ndikon në të gjitha aspektet e tjera. Ne kemi thënë, është një mjek pa bisturi dhe është elementi bazë që po t'i mbledhim në opinionin tim, po t'i mbledhim spitale, doktor, mjek, çfarë ka sot në botë për momentin dhe ta krahasojmë me agjërimin nuk mund të krahasohet. Peshon shumë. Agjërimi peshon shumë. Qartë. Ushtrimet, stërvitja, aktiviteti fizik, sidomos dalja jashtë, shkarkimi i joneve pozitive të cilat ne i kemi marrë gjatë teknologjisë, gjatë marrjes së ekraneve, pra ku marrim apo dhe stresit, shkarkimin tokë, pra dalje jashtë. Prandaj rekomandohet 3 deri në 4 orë në ditë dalja jashtë. Edhe për të marrë vitaminën D, edhe për të lidhur më shumë me natyrën dhe sidomos udhëtimet që ne bëjmë. Në udhëtimet që ne bëjmë, nëse brenda makinës pjesëtarët e familjes apo me ata që shoqërohemi, e kanë mendjen te telefoni dhe nuk shohin natyrën, i gjithë kjo është kot. Domethënë zëre se je në shtëpi. Ky udhëtim ka shkuar dëm. Prandaj për të rritur më shumë edhe nivelin e sigurisë, për të ulur nivelin e sigurisë brendshme, pra për të ulur nivelin e kortizolit dhe të stresit, për të rritur më shumë gëzimin, më shumë dashurinë dhe marrëdhëniet nëpërmjet njëri tjetrit, në momentin që ne dalim në natyrë, nuk është e mira të shoqërohemi me pajisjet teknologjisë. Pra duhet ta shkëputim për një moment të caktuar. Duhet të rrim, pra duhet të ecim dhe sidomos aktiviteti fizik, pra vrapi, bicikleta, apo noti, apo edhe në palestër, s'ka rëndësi, aktivitete që mund bëjnë të larta, ndikojnë shumë në problemin edhe tek problemet e agjërimit dhe te problemi autofagjisë. Në moment që një person bën aktivitet të lartë, futet në punë autofagjia. Prandaj rekomandohet që njerëzit që duhet edhe të punojnë, edhe të agjërojnë që të arrisin nivelin e autofagjisë. Por ulet niveli i depresionit, ulet niveli i stresit dhe hormoni i oksitocinës ka një probabilitet që të prodhohet më tepër dhe të qëndrojë më tepër në trup sesa një element tjetër, sepse edhe gjumi është më i mirë, të gjitha pra vinë në seri njëra pas tjetrës. Kështu që aktiviteti është determinant. Qartë. Falenderoj shumë për këshillat, Altin. Të uroj ditë të bukur. Faleminderit, shpresoj që të kemi ndihmuar dikë apo këdo, edhe unë falenderoj për intervistën dhe uroj ditë mbar. Ditë mbar gjithashtu. Me siguri konsiderojnë të gjitha këto këshilla sepse shërimi dhe çdo gjë vjen nga vetja jon. Ka publicitet, do të rikthehemi sërish në Reze. Me që folëm që e rëndësishme patjetër në prodhimin e oksitocinës dhe aktiviteti fizik, por jo vetëm, aktiviteti fizik është për gjithçka, për shëndetin tonë të përgjithshëm. Në studio jam me Albina Draxhi, është sportiste, mundse profesioniste. Në datën 7 prill, Albina do të na përfaqësojë në kampionatin evropian në Sloveni, mbahet në Sloveni. Mirë se erdhe Albina, kënaqësi që jemi bashkë. Mirë se ju gjeta, kënaqësi të nis ditën me ju. Tani mund ta themi e plot gojë që ti je vajza më e fortë në Shqipëri. Po. Ty nuk të dilet përpara. As meshkuj ndoshta nuk të dalin dot. Jo, shiko, nuk jam e dhunshme. Jam profesioniste. Je në sportin e mundjes, një sport jo shumë i përqafuar nga vajzat sidomos, por që ty të është dashur që të stërvitesh, ta zhvillosh të sport në Shqipëri, ta zhvillosh këtë sport edhe të përfaqësohesh, të kualifikohesh në kampionatet evropiane botërore, ta duash këtë sport, sepse nëse nuk e do diçka, nuk arrin dot aty ku ke vendosur qëllimin tënd. Tani më thuaj pak si po ndihesh ti që je ndër të vetmet që ti na përfaqëson kaq denjësisht. Të them të drejtën, duke pas parasysh se si u futa në këtë sport edhe se si ngeca le ta fus në thojza, sepse ishte dëshira ime që ta vazhdoja më tej. Jam shumë krenare që e përfaqësoj Shqipërinë në për kampionate europiane dhe botërore, sepse realisht mundja është një sport shumë i vështirë, është goxha i vështirë për të arritur që të kalosh në nivel profesionist duhet shumë stërvitje, her pas here dilja nga stërvitja edhe duke e qarë, aq shumë... Nga mbilodhja, ndoshta edhe nga arritje që doja ti arria për shembull atë seancë stërvitore dhe ndoshta nga ngarkesa e tepërt nuk mund t'i arria dot, po prap nuk u dorëzoja, vazhdoja dhe të nesërmen përpiqesha që ta arria atë që kisha për të arritur ditën e ndjeshme. Sa vite ke në sportin e mundjes? Ti ke qenë volejboliste në fillim, apo jo? Kam qenë me volejbolin. Po, kam qenë volejboliste. Kam 6 vite që merrem me sportin e mundjes, që nuk janë shumë për të arritur në nivel profesionist, por realisht më janë dashur që të punoj shumë dhe paradite dhe mbasdite të stërvitem, që të paktën të arri dhe të afrohem afër
vajzave që marrin pjesë në kampionat botror, sepse realisht është elit, është nivel shumë i lartë në përbot, sepse sporti i mundjes në përbot, si tek femrat, si tek meshkujt, është shumë i zhvilluar. Në Shqipëri, do me thënë, është më pak i zhvilluar, por që shikoj që... Mungesa kemi në Shqipëri krahasuar me sportistët e tjerë, kur ti takohesh, bisedon me ta, çfarë kushtet kanë ata, çfarë kushtesh kemi ne, çfarë na mungoj, çfarë duhet përmirësohet, çfarë të pengon ty për të stërvitur më mirë? Po, pyetja e dur ishte kjo. Të them të drejtën, ka ndryshime kushtesh, kur unë flas me vajzat e tjera, sepse më ka rastisur që të bëj dhe grumbullime të cilat më kanë zgjatur 1 muaj, janë si trajnime, do me thënë, dhe kur flisja me vajzat e tjera në përbot, do me thënë, edhe vende që nuk janë shumë të zhvilluara, sepse normalisht vendet të zhvilluara kanë shumë më shumë kushte, sepse nuk punojnë, mua më duhet të punoj gjatë ditës, gjithashtu të stërvitem, të gjeja të kohën që të mundem të pushoj pak, sepse normalisht regjimi ka shumë rëndësi, do me thënë mundohem që të pushoj, të stërvitem, të ushqehem dhe të fle në orarin e dur, por ndërkohë më duhet që ti jesh një lloj disipline e rrept për të arritur atë. Patjetër, por që nuk mund ta kem 100% sepse më duhet të punoj. Ndërsa në përbot stërvitem para dite, regjimi i tyre është zgjohen në mëngjes, ushqehen, stërvitem para dite, 1 orë ose 1 orë e gjysmë, drekën e kanë të gjithën pushim dhe pastaj mbasdite stërvitem prap 2 ose 3 orë. Nëse ty kjo pjesa e pasdites u duhesh ta zënësosh edhe të punosh. Po, unë stërvitem mbasdite kam stërvitjen time, paradite stërvitem në palestër, por që prap normalisht të duhet më shumë punë që se pretendon për medalje ose lojrat olimpike në cilat pretendoj që të... Tani në Sloveni e njeh kundërshtar me këtë do të mundesh? Jo, nuk e njohim. Kundërshtari del... Nuk ju prezantohet më përpara? Jo, del 1 ditë para ndeshje, sepse mund të kem shumë kundërshtar dhe janë rënditje, do me thënë që dalin se me këtë do ndeshem, edhe nuk dalin më shumë se 1 ditë para, ndoshta për arsye që mos ta njohim kundërshtarin dhe mos jemi të përgatitur. Mos zhgriloni, u lumtoni rreth karakteristikave fizike apo pjesëmarrjeve të saj. Jo, kështu është si rregullet, në përgjithësi vetëm 1 ditë para del, kur hidhet shërteu 1 ditë para, kur grumbullohen të gjithë tek ndeshjet, edhe ti shikon pastaj kë ke kundërshtarit, aty fillon pastaj emocionet, duke parë se çfarë lëvizjesh bën edhe çdo gjë tjetër. Ndihesh emocionuar për këtë kampionat? Jam e emocionuar. Je përgatitur, ke vetbesimin e plot? Po, jam e përgatitur, vetbesimi fitohet duke punuar, sigurisht, patjetër që kam vetbesim, sporti i mundjes është një ndër sportet që të krijon shumë vetbesim, si në atë sport, si në jetë, si kudo. Por që të gjitha sportet, aktiviteti fizik, të them të drejtën, do me thënë të gjithë njerëzit që merren me aktivitet fizik, besoj e din këtë gjë. Një vajzë me origjinë nga Kuksi. Albina është me origjinë nga Kuksi. Sa të kanë ndikuar ty të qenit kuksiane në këtë sport? Ka ndonjë lidhje ndoshta të... Shiko, Kuksi është mbajtur gjithmonë, me thënë drejtën, për mundje goxha të zhvilluar, pavarësisht se këto kohët e fundit, se di, ndoshta nga që të gjithë janë transferuar në Tiranë, ose nuk e di, por që mendoj se është në gjak. Mendoj se është pak në gjak. Si ka reaguar? Ka pranuar familja që ti të përfshihesh në sportin e mundjes, apo ka thënë çfarë të duhet mundi aty, po shikon ndonjë sport tjetër ose çfarë të duhet, por e kam parë që mendja ime është aty dhe sigurisht më kanë suportuar. Patjetër që po. Çfarë të veçon ty nga mundëset e tjera? Ke teknikat e tua, sekretet e tua, lëvizjet e tua që the, varet se si e ka kundërshtarja, pra çfarë e bën të suksesshme një mundëse? Atëherë, se cila ka... Pra forca, teknika, apo? Se cila ka veçoritë, do me thënë se cila ka armën e saj të fortë, do me thënë dikush ka teknikën, dikush ka shpejtësinë, sepse mundja ka disa elemente të cilat e përbëjnë. Por që unë mund të them forca më ka ndihmuar goxha, sepse kjo ishte edhe mënyra se si unë u futa në mundje, do me thënë më zbuluan forcën time dhe më thanë që okej, ta provojmë një herë dhe kështu vazhdova, do me thënë, mudesh që të mësoja disa teknika dhe ke ndonjë histori kështu të rrugës ose një histori të rastësishme, se ndoshta një këto konfliktet mes vajzave, ke qenë pjesë në ndonjë situatë të tillë, tjetra nuk e ka ditur që kishte të bënte me Albinën që ka një forcë, është mundse. Në përditshmëri, po më thua.
Okej, po, kam pasur një situatë, por jo sigurisht. Shiko, neve dënojmë me ligjin në qoftë se... Ushtroni profesionin jashtë ringut. Po, e vërtet. Dhe nuk, do me thënë është vërtet, është për... Do me thënë, ata që merren me sporte force, nuk lejohet që të godasin dikë për shembull në rrugë ose të kenë grindje të tilla në rrugë, sepse normalisht forcat e teknika sigurisht që ti do të jesh superiore në atë pjesë. Edhe dënohem duke mos marrë pjesë pastaj në sport për 5 vite, gjë që nuk më intereson. Nuk të intereson. Por që nuk jam impulsive në përgjithësi. Të ka ndikuar sporti, patjetër, për të qenë më qetë edhe. Siç po thoshit dhe më parë, shkarkimi i kortizolit. Të ka ndikuar. Edhe për një fizik për t'u admiruar. Ti ke apo jo? Ta vënë në padhe të tjerët, besoj për fizikun. Po. Nuk je nga ato vajza që kanë muskuj të theksuar apo zona ku janë të tepruara me tepritës dhe ti i ke ruajtur shumë mirë linjat femërore, pra je mes feminitetit, të qenit një vajzë shumë feminile dhe e fort në të njëjtën kohë. Të them të drejtën, kam goxha muskuj, nuk i di, ndoshta nuk duket, por që ideja është që i kam ruajtur. Ne i shohim edhe tek stërvitjet që ti po... Jo, muskujt janë goxha të theksuar për një femër normale, do me thënë, por që si që theve ti, kam ruajtur dhe pjesën e feminitetit, duke ruajtur edhe pjesën e formave trupore, sigurisht. Sepse nuk më pëlqen që të dalë edhe komplet jashtë. Mund të di për masat e tua, gjatësia, pesha dhe kësa luaj në rëndësi karakteristikat fizike në një sport të tillë? Kanë shumë rëndësi, që është e vërteta. Unë jam e gjatë 1,71, por pesha është ajo që më merr shpirtin fare kur kemi gara, sepse më duhet të bie nga pesha, për arsye se kundërshtaret gjithashtu, do të thënë, është me kategori peshe. Pesha ime është 65 dhe 68 kg. Do të thënë, më duhet të Kjo është një peshë ideale për gjatësinë që ka një vajzë në ditët e sotme, apo? Për gjatësinë time, në fakt, në normalitet unë jam 70 kg. 70-71 kg, do të thënë, në përgjithshmërinë time duke u servitur dhe duke ngrënë normalisht. Dhe për të rënë nga pesha, më duhet që të ul pak ushqimin, do të thënë, të gjitha, karbohidratet, proteinat, sepse nuk kam dhjam për të hequr më dhe më duhet të ul pak muskulin, por kjo më ndikon negativisht faktikisht, sepse më ulet dhe forca gjithashtu. Por më duhet të bie nga pesha, për arsye se në kampionate bien me mënyra të ndryshme, jo në këtë mënyrë, që vim prap në kushtet e vendit ton, sepse bien me ilaçe, do me thënë... Me stimulues, po, sigurisht nga doktor, do me thënë nuk janë të paligjshme, por që ndikojnë për mirë në... Në performancën. Po, tek performanca tyre, sepse nuk ju bie fuqia. Por që janë goxha të shtrejta. Në datën 7 prill, në ndeshjen që ende nuk e dim kundërshtaren, por Albina jonë do të na përfaqësoj denjësisht. Më thej që punon si trajnere personale. Po, punoj si instruktore crossfiti dhe trajnere personale. Si e shikon qasjen e grave vajzave për të stërvitur, sidomos tani në këtë periudhë ku të gjithë bëhemi gati për plazh? Është vonë për të filluar tani dhe për të marrë me veten? Jo, absolutisht. Nuk është vonë. Një regjim i mirë ushqimor dhe një stërvitje të paktën 1 orë në ditë për të gjithë njerëzit normal, domethënë që janë sportistë, është më së mjaftueshme për të arritur një trup të shëndetshëm një herë në radhë të parë, sepse kjo është më e rëndësishmja, dhe pastaj një trup të bukur, pse jo? Një trup të bukur, një trup i shëndetshëm, është dhe një mendje pastaj më e shëndetshme. Ajo që duhet të gjithëve në periudhën në cilën jetojmë në këtë jetë frenetike. Di që je trajner personale edhe e këngëtares Gjensila Myrtezaj, apo jo? Po. Jam trego pak, deri në një sekret. Sa orë stërvitet Gjensila? Sa intensive, sa ambicioze është në këtë pjesë. Trupin e ka për t'u admiruar gjithashtu. E vërtet, trupin e ka për t'u admiruar dhe unë që merrem kaq shumë orë në ditë me stërvitje, jemi do me thënë kështu, më thot do të bëj konkurrencë. Edhe i them edhe pak me këtë vullnet që ke, mund t'i arrish. Sa orë në ditë stërvitet Gjensila? Është e rregullt? 1 deri në 2 orë në ditë. Do me thënë, është goxha e rregullt, edhe e shikoj ndonjëherë kur nuk ka mundësi që të lëri fëmijët i merr me vete, po edhe nuk e lë stërvitjen, do me thënë kaq shumë. Madje një ditë postova në Instagramin tim duke motivuar edhe vajzat gratë të gjitha moshat, sepse kemi në palestër edhe gra në moshën 50-60 vjeçe dhe vinë edhe realisht
për shembull kam shembullin që kanë ardhur në CrossFit, jo domosdoshmërisht sepse nuk mund të kenë të gjithë kushtet që të fillojnë personal trainer, sigurisht sepse është pak më e shtrejtë, një kosto më e madhe, por që për 2 muaj ka rënë në 13 kg dhe për të është një ndryshim shumë i madh dhe ndihet shumë mirë dhe unë gjithashtu ndihem mirë kur. Dhe në lidhje me puna konkrete që ka një personal trainer, konkretisht në rastin e Xhensilës, meqense e morëm si personazh publik shembull. Përveç se stërvitjes intensive, disiplinës, regjimi ushqimor, çfarë bën tjetër një personal trainer në raport me të? Pra, me telefon Xhensila hangra këtë u ndjeva keq, si mund ta. Po, bëhet dhe kjo. Sigurisht një personal trainer, për shembull unë, janë të ndryshëm, do me thënë se cili ka metodën e vetë, por që unë mundohem përveç programit që është specifik për se cilin, sepse ka trupat të ndryshëm, duan të arrin gjëra të ndryshme, dikush do të humbasi peshë, dikush do të shtoj masë muskulare, edhe ushqimi për ta është i ndryshëm, si dhe stërvitja. Por që në rastin konkret, për shembull, më shkruan ndonjëherë që shiko se sot hëngra pak të se mbarova një koncert shumë vonë edhe normalisht sepse ka punë shumë punë të lodhshme, të mbi ngarkesë, siç e thash unë edhe për veten time, që më duhet të mbaj një regjim të fortë dhe prapë ndonjëherë më rrëshket pak, domethënë. Tek ushqimi, po, patjetër që po, sepse të ndohemi. Jo vetëm të ndohemi, është përditshmëria, është puna që të bën që mos të kesh mundësi që të gatuash çdo ditë në shtëpi. Patjetër unë mundohem të edhe kur porosis ushqime, mos të porosis, domethënë kjo vlen për të gjitha vajzat, për të gjithë njerëzit që porosisin, le të porosisin diçka të shëndetshme, po. Për të mos e dëmtuar trupin dhe të mos u ndjerë në faj pastaj dhe për të hequr ato kilogram. Edhe gjumi sigurisht futet tek pjesa e regjimit, si tek një sportist elitar, si të gjithë njerëzit e tjerë, domethënë që japin një performancë më të mirë në stërvitje, kanë rezultat më të shpejt, sepse sigurisht niveli i stresit ulet, nga gjumi. Performanca është më e mirë, absolutisht. Ata që kanë vendosur ta fillojnë tani një stërvitje apo të gjejnë dikë për ta ndihmuar në arritjen e pikëstynimeve, qëllimeve të trupit të tyre. Është vonë? Jo, patjetër. Në çdo moshë mund të bëhet një trup? Patjetër që po, nuk ka moshë. Kështu që të gjithë ata që mund ta dëgjojnë. Jo se është kjo masa muskulare, fillon dhe bie, mezi fillon ngre. Shiko, nuk po them që është e njëjta gjë si të stërvitesh në moshën 20 apo 30 vjeçe dhe si të stërvitesh në moshën 50 vjeçe, por domethënë nuk është njësoj, e kam fjalën Po do vullnet. Jo, shiko, vullnetin, mora një shembull të një gruaje që është 60 vjeçe dhe kemi në palestër, nuk është vetëm ajo, ka dhe disa të tjera, por që ka një vullnet të papar dhe të heqësh 13 kg për 2 muaj në atë moshë, domethënë kjo tregon që vërtet nuk ka moshë. Po është e shëndetshme të heqësh 13 kg në 2 muaj? Po, sepse kur ke një masë të madhe dhjamore dhe ujërat në trup, domethënë mund të hiqen shumë thjesht, do me thënë nuk është problem, ndërsa sigurisht në qofse heq, kur ti mba një dietë super strikte dhe të bie dhe masa muskulare gjithashtu, kjo nuk është e shëndetshme. Pra, sigurisht të dyja në ekuilibër, nuk mjafton absolutisht vetëm stërvitja, por edhe regjimi ushqimor. Janë të dyja shkojnë bashkë. Pa njëra tjetër nuk funksionojnë. Edhe njerë të falenderoj, Albin, faleminderit që erdhe. Shumë faleminderit. Për këdo që ka nevojnë për ndihmë profesionale, për të rënë nga pesha, për të rregulluar, le të themi, siluetën e trupit, sigurisht që Albina do t'ju vinë në ndihmë, edhe pse shumë e zënë ngarkuar këtë periudhë, është në dispozicion. Patjetër që po. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit të gjithë shikuesve që na ndoqën për gjatë ditës së sotme. Ju uroj shikim të këndshëm në programacionin në vazhdim. Do të shihemi nesër me të tjera tema, të tjera këshilla dhe të tjera receta. Mirupafshim.